Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi ka reaguar lidhur me dokumentarin Shtabi i milionerëve, në të cilin thuaj se deputeti Selimi është përfitues i të nderve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe se ka kompani në emër të vëllait të tij dhe gruas. Ai tha se nuk ka asnjë kompani, fabrik apo restoran dhe nuk ka të ardhurat të tjera përveç pagës së deputetit. Gjithë opinionit dhe mediave dhe të votuesve të Lëvizjes Vetëvendosje që me kanë besuar mandatin tim bashkë me deputetët tjerë të grupit parlamentar, ta konfirmoj edhe një herë se unë kam një shtëpi, një banesë, një vetur, 80 ari tokë bujqësore, 3 ari trull, një pagë mujore të deputetit, ku në total vlera për afërt i bie 194.000 euro. Pra, unë nuk jam milioner. Sipas deputetit Selimi, prapa këtyre akuzave qëndron vetë pushteti. Çka do që pretendohet për të kësaj, që unë e deklaroj, thras prokurim që të hetoj me njëherë. Nëse do të vërtetohej e kundërta, unë qysh sot do të adresoj mandatin si deputet, sepse votuesit e Lëvizjes Vetëvendosje nuk do ta meritonin që t'i përfaqësonte një deputet i cili fsheh pasurinë e tij. Jo vetëm ndaj meje, por ndaj Lëvizjes Vetëvendosje në veçantë, përmes meje për qëllim për ta dëmtuar Lëvizjen Vetëvendosje, unë mendoj që përpaqësisht kësaj qëndron pushteti dhe dora e fshehtë e tij. Ndërsa zëdhënësi Frashër Krasniqi vlerëson se këto janë sulme të drejtë për drejta ndaj Lëvizjes Vetëvendosje. Thuhet se Lëvizja Vetëvendosje financohet nga kompanitë e Recep Selimit dhe aty apostrofohet kompania Drini. Këtu janë disa probleme pasi që pikërisht kompania Drini nuk ka të bëjë me familjen e zotit Recep Selimi, si dhe nuk ka të bëjë me financimin e Lëvizjes Vetëvendosje. Është interesante për shkak se kompania Drini një herë në vitin 2012 i ka dhuruar 100 euro për Lëvizjen Vetëvendosje dhe kjo është bërë pas thirrjes që na ja kemi bërë qytetarëve të Republikës për me dhënë donacione. Duket sikur është bërë enkas për me sulmu dhe për me shpif e me përfshi Lëvizjen Vetëvendosje. Deputeti Selimi dhe zëdhënësi Krasniqi thanë se ato që janë thënë në këtë dokumentar janë vetëm shpifje.